Sot kemi ardhur në radhë rruga Gjit Lalzit. Kjo është rruga Gjit Lalzit dhe shesim këta objekt gjono. Shesim objektin 3 kash me çmim okazion në prima. Atë, kati parë ka përbehane, ka dhe lokalin. Kati dytë është lokal dasmash. Kati dytë është lokal dasmash, kati tretë gjono Për hotel. Ju që toni me po dhoma bookingu e keni katin e tretë. Katin e tretë e shfrytëzojnë në hatë për dhoma hoteli. Kjo është me dokumenta, Zëgjo. është pa diskutueshme domethënë. Investojnë sigur 220.000 euro, të kapim çojmë direkt kënë hotel. Po janë 830 metra katrore ndërtim për 220.000 euro. Shif më gjo ku ke? Shumë okazion më burr. Po jam ka rruga. Çe blej. Katin e tretë rregoll për dhoma hoteli. O mret, investimi këtu nuk vdes kur. Se do të thush ti? Se lind pyetja, thonë ata që na shikojnë, pse? Sepse këtu je në rrugën kryesore mushe. A ti tregoj pak nga mëna? Hajde. Vazhdojmë pak. A do flit shoqi lokali pak mëna? Përbehane o kjo këtu? Po, ajo më kanë përbehane. Hajde. Kjo është kati parë. Përbehane o kjo këtu? Kemi 269 metra vetëm katin e parë. Pra, 269 metra vetëm këtu gjono? Po vetëm këtu kati parë. Tu si tash? Do të tavolina. Atë. Keni mini barin. A mund të vazhdojmë katin e dy direkt gjono? Hajde se bajo. Ka kuzhinën atje. Hajde. Ka kuzhinën atje. Hajde. Direkt e keni shiko, hapësira është pa fund. Është investimi i sigurt, pra mos harroni keni përbehonën këtu, ha. Përbehane dhe lokal. Jemi në rrugën kryesore, shikoni pak. Urdhëro. Vazhdojmë me katin e dytë. Katin e dytë. Lokal dasmë shofi, vallë. Ashtu, ha? Ata ti ku më sy here. Ka të vënë përsëri dasmë. Argjët kjo hapësirë. U të fal zoti. E dia them se vetëm kati i dytë kushton nga lek 220.000 euro. Jo, unë e di, po ta din këto që na shikojnë e gjotë, se s'ta besojnë gjithë. 2 katë tjerë kanë falas. I thuj pak shumë, besimi juaj, siguria e jonë. Siguria e jonë, patjetër. Atë keqë, shqe. Ka fillu prap dasmat, po. Po martohen, rop. Po martohen me trashgohen. Me ndërtu vetëm një objekt kështu sot. Për herë që atë keqë. Vetëm të katë e ditë me nërtu, se që këtë 200.000 euro. Po e martohet dhe trashgohet. Kush martohet, trashgohet, më rëthuj. Jeni në shatin radë, e? Radë. Radë, apo kamerës. Që është kuzhina? Çdo katë ka kuzhinën e vetë. Ate, tu jemi katën e dytë, flasim gjithmonë për 220.000 euro, 3 kate. 3 kate, e kopten 800 metra, as 300 euro metrë e këbjera. As 300 euro për metrë katrore e këbjera. Prit pak gjonë. Hajde për herë, i qoftë. Hajde të rashgohet qifri. Okej, hopim direkt katin e tretë. Vazhdo video, më nëndishni. O e shpërndani. Vazhdojnë okazioni, vazhdojnë. Vazhdojnë. Tash jemi në katin e tretë, flasim për 285 metra katror, si përfaqe. Hajde këtu. Gjithë kjo si përfaqe. Hej, tu. Tu ndonë si pas sefit tjetër, Në rast se ju doni të poni dhoma, sepse jemi afër detit, flasim për këtë gjë i Lalzit. Në rast se ju doni të poni dhoma, mundësia e bookingut është këtu. Pra, mund të organizoni si të doni ju. I gjithë kjo objekt rreth 800 metra katror hapësirë e ndërtimit, 3 kate, është dëgjon me dokumenta, patjetër. Ju mund investoj sigurt vetëm për 220.000 euro. Investoj sigurt, mos i maj lek në për kavanota, mos i maj në për panga. Tu jemi në radhë. Gjoni, kemi edhe këte këtu. Gjithë kjo verandë. Verandë që mund të aposh dhe diçka tjetër. Kjo përpështu si do hoteleve. Po pra. Dhe tavolinë, tin kafe, pane drejt. Ju përshëndesim, ishte kënaqësi që na ndoqët. Respekt të gjithëve. Ja dhe këto ambienti tjetër se si ke pa. Po, kemi në vend tjetër. Ja objekt ambienti tjetër. Pra ne është 285 metra për katë. Ju përshëndesim.